E kthyer në traditë, dita verës u festua dhe në Lezhë, ku organizuan aktivitete të shumta. Lulishtja pranë memorialit të Gjergj Kastriotit u shndrua në një qendër të gëzimit dhe traditës, duke mirëpritur qytetarë të shumtë, fëmijë dhe të rinj, të cilët festuan këtë ditë simbol të pranverës dhe rigjallërimit të natyrës. Në këtë aktivitet morën pjesë artistë të rinj, të cilët performuan valle, këngë tradicionale, recitime si dhe lojra të ndryshme, ndërsa pjesë e festës u bën shumë qytetarë dhe vizitorë, të cilët kishin ardhur edhe nga zona të tjera. Nësi me vizitu qytetin më të afërm, qytetit Shkodrës, sepse vim nga Shkodra, nga katedrale e Shkodrës, bashkut me trite e korit katedrales, ditë pushimit, por ta me po shfrytëzojmë këtë mundësi, jo thjesht për një shëtitje të rëndomt, për një piknik, por me njoft ma mire dhe me konsolidu identitetin ton kombëtar historik, por me shumë kënaqësi erdhme me vizitu edhe monumentin e ri që është shumë i baner qytetit Lezhë, këtij qytetit kastlasht, që është personifikim i asaj veçantie të kombit ton, që nga lashtësia, e cila duhet vlerësu edhe e cila na bën veçantë në krejt kontinentin tonë evropian. Parshia jashtë maset, këto të vezlit, të cilëve u shkon kaq për shtatë dhe janë kaq të harmonizume ngjyrat, koloritet e kostumeve kombëtare me moshën e tyre, duket vërtet diçka e këndshme. Me thënë realitetin si vjetë ishte kënaqësi e madhe që u bë këto pranë busit e gigantit kombit, herojt madh Gjergj Kastrioti. Ishte ditë e shenjtë kjo ditë, se për herë të parë u vendos busi herojt kombëtar këtu dhe festa u bë te busi Gjergj Kastriotit. Dhe për fëmijët ishte krenari. As pak s'na pengoi këtu dhe me rashin Lezhë ashtu mirë. Drejtori i Arsimit, Rinisë dhe Sporteve në Bashkinë Lezhë, Keller Sufja, theksoi rëndësinë e ruajtjes së kësaj feste dhe pasurimit të saj me elementë që reflektojnë identitetin kulturor të Lezhës. U bë kohë në fakt që edhe Bashkia Lezhë është bashku kësaj nisme që gjithmonë më shumë në gjitha qytetet shqiptare po përshtatet kjo festë që në fakt tregon rilindjen. Edhe unë dua t'i uroj gjithë shqiptarëve, po dhe lezhjanëve sidomos, që të kenë një sezon pranveror edhe veror sa më të mbarë. Pavarësisht kushteve atmosferike të paqëndrueshme, festimet për ditën e verës vijuan përgjatë gjithë paraditës së të premtes me aktivitete argëtuese për fëmijët.